ka poleni, ka qumshti i bledhve, ka propolisi, edhe në kohën e fundit ka edhe helmi i bledhve, edhe helmi që kushton shumë edhe këto janë disa prodhime që kanë fitu në pesh, edhe në shqitje e rritin produktivitetin e prodhimit të bletës në përgjithësi. Dhe më thonë, nuk duhet vetëm pej mjaltit. E tani ka fillua edhe disa bletarë, edhe me apiterapi. A shë perspektive në aty për në shumë? Ka, jënë dikun një 7-8 nuk e di sa, nuk kom dhe një përboj, po ata thonë që ka të interesuar për ati terapi, se për shembull një seancë kushton 10 euro, se di sa kushton. Ke pas në rastin kem bujku kem prezentuar. Edhe tash, Zotit Ajrukaj jeri zgjedhur për kryetar i shoqatës së bletarëve këtu në komunën e Deçanit. Folim pak edhe për aktivitetet. Shkurtimisht natyrisht që Deçani duhet me pas një shoqatë aktive. Deçani përpara ka pas shoqata, një numër më të madh shoqatave, shoqata me jo ndoshta të konsolidume. Para 4 viteve, 5 viteve, jemi dakorduar me bo një shoqatë bletarëve në komunën e Deçanit, ku kemi pas edhe përkrahin edhe prej faktorit komunal, ata na përkrahin, aktivitetet tona na ka dhënë edhe zyrën, kemi zyrën, ku aty takohemi, aty... Ke prezentu në atë fazën kur është... E majmë takimet, edhe aty të bohemi, aty diskutojmë. Dikun janë deri 150-200 antar shoqate. Po relacioni apo bashkëpunimi me nivelin qendror atje? Qendror. Na jemi të regjistruar, jemi aktiv edhe në lidhjen e bletarëve të Kosovës. Do më thonë bashkëpunimi shoqat, lidhje e bletarëve është nivel, edhe jemi në kryesi atje të angazhume, kështu që jemi gjithmonë aktiv edhe gjithmonë e përcjellim zhvillimin e bletarisë, jo vetëm Deçan, po edhe në Kosovë përgjithësi. Ministria Bujqësisë, pagesat direkte, mjaftojnë, nuk mjaftojnë? Ministria Bujqësisë, vitin e kaluar dhe para vitit kaluar, me bletari ka bo diskriminim. Se çdo herë niveli i pagesave apo i përkrahjes ka qenë me blegtori, me dele edhe me dhi. Delet edhe dhis, vitin që 2 vite, Ministria nuk e di me çfarë preteksja, me çfarë logjike i kanë nda. I kanë nda bletarin e kalon me 20 euro, kurse çmimet e blegtorisë i ka rrit 25 euro. Po, baktisim i ka rrit 25 euro. Ne kemi pas ankesa. Unë personalisht kam qenë grupi parlamentar për bujqësie, kryesuese në Gapcia, se di që kajmë në femna, sokon e BVS, edhe unë kom greket shqetësim, përdin, si Ministria Bujqësisë, me çfarë preteksti, me çfarë logjike, me çfarë arsye, bletet i kalon me 20 euro, kurse baktinë im me 25. Këtë vit edhe bletet janë me 25 euro, dhe më thonë subvencionohen, po, a nivelizua, edhe paka shumë ajo ndihmesë e madhe është për bletar, bletërica, se e ndihmon bare me shpenzimet elementare që janë të nevojshme, i mbulon.
për shembull, shpenzimet për përgatitjen dimnore mundet me imbulue edhe diçka për prodhimin e dyllit e për gjëra tjera, edhe për koshere, për ndoshta edhe është një ndihmes shumë e madhe që bletarët i ndihmon për mu marrë me bletari. Se mos kish qenë edhe subvencionimi pej qeverie, po me siguri kish pas me ra numri se nuk ishin mujt materialisht me mbizotnu shpenzimet. Po.